Mendoj që gjithçka që ndodh në Ballkan, po posaçërisht kur kemi të bëjmë me çështje që ndërlidhet Serbia me Kosovën apo Kosova me Serbinë, thuajse çdo rast mund të jetë politik, përveç rasteve kur faktikisht me prova konkrete arrestohet dikush dhe po të flas konkretisht me pjesëtar të policisë serbe apo paramilitar që arrestohen në territorin e Republikës tonë, në Republikën e Kosovës, dhe ata me prova konkrete dërgohen për gjykatat tona, pastaj gjykatat tona ju ofrojnë gjykim shumë fair, të drejtë, gjykimet janë publike dhe askush nuk mund të kontestoj që ndaj pjesëtarëve serb, pa marrë parasysh ku ata zihen do të thotë me armatim apo të dyshuar apo të akuzuar për veprime terroriste siç ka qenë në Banjë para 2 viteve, gjykimi është fair dhe secili mund ta përcjell. Mirë po Serbia asnjë shqiptari nuk i garanton gjykim të drejtë dhe në shumicën e rasteve, mos më thonë që në të gjitha rastet ka pas manipulime, posaçërisht kur konsiderohen pjesëtar të policisë apo pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe pse në disa raste është vërtetuar që ata fare nuk kanë qenë as pjesëtar të UÇK-s dhe nuk kanë qenë as pjesëtar të njësive elite policore të Kosovës. Unë sa kam marrë informata që janë publike faktikisht që mund secili të gjej, sa i përket zotit Arnor Spahiu, duket që ky shumë vite më herët është larguar nga policia e Kosovës dhe duket që ky jeton në Gjermani apo ka jetuar në Gjermani dhe definitivisht lehtësisht mund të provohet që sa i përket akuzës që atij i është bërë, krejtësisht padrejtësisht, që kinse është i dyshuar apo i akuzuar për vrasje të randë, e që është përmend territori i Banskës, do të thotë aludohet që kinse për ngjarjen e sulmit terrorist që ka organizuar Serbia, që në pjesën tonë, në pjesën e policisë Kosovës ka mund të jetë edhe zoti Spahiu. Unë besoj që shumë lehtë do të mund të provohet që kjo nuk është e vërtetë dhe që aty është ndalur vetëm për ta ngritur numrin e shqiptarëve të arrestuar në Serbi dhe që kjo faktikisht është një lloj revanshi apo hakmarrje për shkak se policia jon me të drejtë arreston edhe pjesëtar terrorist të grupit të Radojqiqit, arreston me të drejtë edhe persona të cilët kanë kryer sulmin ndaj KFOR-it që ka qenë bashkë vite më parë dhe të gjitha këto janë të dokumentuara. Por sa i përket çështjes së arrestimeve, akuzave, paraburgimit të pjesëtarëve serb të involvuar në vepra trana penale, në Kosovë i kemi edhe institucionet ndërkombëtare që i përcjellin, është në monitorimin e përhershëm edhe të EULEX-it, është KFOR-i aty dhe janë me dhjetra, mos më thonë me qindra organizata që kanë qasje në çdo dokument dhe mund përcjellin secilin gjykim në territorin e Republikës tonë. E kundërta është në Serbi dhe mendoj që institucionet tona fare pak mund bëjnë, mos më thonë që asgjë, për shkak të raporteve që i kemi tepër të përkeqësuara me shtetin e Serbisë. Serbia nuk e pranon realitetin që Kosova është shtet i pavarur dhe për këtë arsye nuk mund të ketë ndikim direkt të Kosovës tek institucionet e Serbisë, siç nuk mund të ketë edhe anasjelltas ndikim institucionet e Serbisë tek institucionet tona të drejtësisë dhe institucionet tjera. Mendoj që ajo që do të duhej që të bënim ne të gjitha sa mundemi, është të bëjmë presion tek organizatat ndërkombëtare apo institucionet ndërkombëtare që kanë të drejtë dhe kanë obligim të i monitorojnë rastet si të zotit Arnor Spahiu dhe mendoj që kjo është i vetmi çelës, do të thotë që mos lejohet që të keq përdoret nacionaliteti i tij shqiptar për hakmarrje të institucioneve të Serbisë. Po ashtu besoj që ai ka të drejtë dhe duhet të shfrytëzohet çdo mjet juridik që të ketë avokat më të mirë që mund të i ofrojnë shërbime efektive juridike. Unë sigurisht që është familja e tij dhe të tjerë që mund t'i sigurojnë atij avokat, por mendoj që ndoshta nuk është aq korrekte, por besoj që avokatët tanë kanë do të thotë shumë pak mundësi që të ndikojnë tek institucionet gjyqësore në Serbi që gjykimi të jetë fair. Unë e di që ndoshta ilaçi më i mirë do të ishte që të marrin avokat të huaj, kuptimin e nacionalitetit tjetër jo serb, mirë po prapë këta duhet vendosin vetë dhe besoj që në momentin që sigurohen shkresat e landës, atëherë mundet lehtësisht të vërtetohet që Arnor Spahiu fare nuk ka qenë në Banjë në kohën kur supozohet do të sipas institucioneve të Serbisë që ka vrarë polic apo kanda
serb, kuptimin sepse ai duket që është i dyshuar në bazë medjave që ka dalë lajmi kinse për vrasje të randë, dhe në momentin që është përmend Banjska aty nuk ka pas incidente të tjera në kuptimin përveç sulmit terrorist që kanë bërë Radojqiqi me pjesëtarë të tij, që kanë qenë rreth 100. Dhe në pjesën tonë do të thotë nuk besoj që dikush lehtësisht do të vinte tek informatat se kush ka marrë pjesë prej zyrtarëve tanë policorë, të cilët e kanë punë faktikisht që të kundërvihen çdo sulmi që rrezikon territorin tonë, dhe besoj që nëse Arnor Spahiu lehtësisht mund ta vërtetoj që në kohën e kryerjes së veprës penale që pretendojnë organet serbe, që ta vërtetoj se ai ka qenë në Gjermani apo kudo që ka jetuar me familjen e tij, dhe besoj që janë organizatat ndërkombëtare, humanitare që i përcjellin këto raste siç është Amnesty International dhe të tjerat, dhe nuk do të lejojnë që institucionet e Serbisë të hakmeren ndaj Arnorit vetëm për shkak të përkatësisë së tij nacionale shqiptare. Protesta, sigurisht që secili ka të drejtë të protestojë, dihen rregullat e protestës, besoj që protesta e sotme mund vetëm të sensibilizoj opinionin vendor, kuptimin që të bëhet rysni tek opinioni apo organizatat ndërkombëtare, sepse prapë e them, ne kemi dëshirë që të jemi më të fuqishëm dhe jemi të fuqishëm në raport me shtetet të tjera, sepse kemi Ministrinë e Punëve të Jashtme si çdo shtet tjetër që ka. Kemi institucionet tona, Ministria e Drejtësisë që me çdo shtet tjetër normal në botë ka, do të thotë bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Mirë, po kur kemi të bëjmë me çështje që involvohet Serbia, atëherë ndihmesa institucioneve tona mund të jetë minimale, mos thonë që fare nuk mund të ndikojnë, por përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme posaçërisht dhe Ministrisë së Drejtësisë duhet kërkohet ndihmë juridike nga shtete tjera, të cilat kanë raporte me Serbinë dhe që mund bëjnë trysni që zoti Spahiu të kthehet tek familja e vet sa më shpejt që është e mundshme. Për mua është pak sa e pakuptueshme që pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe sigurisht që edhe pjesëtarë të policisë tonë, qofshin ata polici speciale apo çfarëdo lloj pozite që mban një policë në Republikën tonë, që lehtësisht të marrë guximin dhe të kalojnë nëpër territorin e Serbisë. Ne çdo ditë kemi apel filluar nga presidentja e jon Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe të gjithë të tjerë, do thotë që japin, do thotë apele që mos kalohet ka territori i Serbisë, dhe është paksa e kuptueshme që persona të caktuar, do thotë që kanë kryer këto funksione, që kanë qenë në këto pozita, qoftë ushtarë të UÇK-s, qoftë pjesëtarë të policisë, qoftë institucione tjera, posaçërisht që merren me çështje të sigurisë të Kosovës, se si e marrin guximin që të kalojnë nëpër territorin e Serbisë dhe rrezikojnë vetveten, i rrezikojnë familjet e tyre dhe rrezikojnë, themi kështu, secilin shqiptar që brengoset për fatin e tyre, që në Serbi askush askujt nuk mund t'i garantoj se si do të kaloj tek sistemi i tyre juridik, që është shumë hakmarrës ndaj çdo shqiptari, e posaçërisht ndaj atyre që kanë luftuar dhe ndaj atyre që mbrojnë territorin e Kosovës. Ndaj atyre që kanë luftuar janë pjesëtarë të UÇK-s dhe ndaj atyre që mbrojnë territorin e Kosovës janë pjesëtarë të policisë tonë.